është kërku takimi me zëvendësministrën, po, sot, edhe as nuk jën lajmëru ma. Na ka ra këtë kohë me pa që nuk dojnë as mi ndimu. Që do të thotë papërgjegjësia është shumë e lartë institucionale, që do të thotë kur ti ja bjen rezultatin, ja bjen shtetit tënd, kombit tënd, venit tënd, dhe ti she atë neglizhencën e tyne, që len shumë për të dëshiru, për shembull për pritjen e delegacionit dytë nga Turqia, dhe ti shifshe stafet e tyne, që ndoshta edhe s'ju kanë ardhur heq kërkesat as presidencës, as kryeministrit, është zhgënjim i madh, sepse edhe ata që vërtet dojnë me punu, dojnë me pa rezultate për vendin e vet, dhe kur i shef këto neglizhenca që cilat ndodhin nëpër institucionet tona, atëherë është shumë e vështirë me vazhdu dhe tutje, veç du të me pas një motiv shumë të madh. Në të gjitha rrafshët, shumë herë deri tash na personalisht u dashmë jam sy vet, pasi që kena pa që dyrt kanë qenë të mbyllura nga institucionet tona, dhe nuk është e lehtë rruga vet, po edhe na besojmë se du t'i lojmë, du t'i shërbejmë vendit ton, po mund t'a them se aq ka nevojë për reforma nëpër institucionet tona, sa që ti e shef shumica as nuk e dim se janë aty, po knej taksa qytetarit, nga taksa qytetarit jeton, dhe s'kan asnjë lloj përgjegjësie. Mund ta them në disa raste kena pru investime edhe akademi të sport, futbollit. Besa ma su marrë parasysh diçkush. Do të thotë janë këtu janë gjanat urgjent, secila qeveri që t'vjen, vërtet duhet t'jetë një reformë e thellë, edhe duhet vinë njerëzit të cilët kanë përgjegjësi edhe kanë dëshirë me majt ato vende të punës me nder dhe me dinjitet, për shkak se në momentin që ti ashtu e shef punën vetëm sa për një rrogë aty, atëherë do të kemi kështu probleme. Po flas gjithmonë për investime, milionshë edhe në akademinë e futbollit, milionshë është kërku takimi me zëvendësministrën, po, sot, edhe as nuk jën lajmëru ma,